Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hëngri udhër dhe mjalt për 7 ditë me stomakun bosh dhe u befasua me atë që i ndodhi. Hudhra e kombinuar me mjaltin konsiderohet një ilaç i vjetër, i njohur për efektet e tij spektakolare që ka në trupin e njeriut. Një përzierje e mjaltit dhe hudhrës ka efekte mbrojtëse për zemrën, ul kolesterolin, presionin e gjakut dhe është e dobishme për personat që janë duke u nënshtruar edhe trajtimeve të ndryshme, duke ndihmuar në detoksifikimin e trupit dhe ka veti antimikrobike, antifungale, forcon sistemin imunitar dhe ju mbron nga ftohja, lehtëson dhimbjet e shkaktuara nga osteoartriti dhe ka efekte antiradikale. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Merrni 2 deri në 3 kokra hudhër, i qironi dhe i prini në copa të imta. Mbushni një kavanoz të vogël dhe hidhni përmbi mjalt. Mbusheni plot dhe e mbyllni. Kullojeni kavanozin përmbys. E lini të qëndrojë kështu 4 deri në 5 ditë dhe më pas filloni të konsumoni nga një lugë gjedhe çdo mëngjes. Pas 7 ditësh do të vëreni ndryshime pozitive në trupin tuaj. Do të ndiheni më të rinuar, me më shumë fuqi, energji gjatë gjithë ditës dhe do të jeni më pak të lodhur. Nuk ka dyshim se hudhra është ndër perimet që ofron shumë përfitime për trupin e njeriut. Ajo është më shumë se sa njerëz, por është një produkt natyral i dobishëm për shëndetin. Në fakt, hudhra është përdorur që në lashtësi si një ilaç i mrekullueshëm që lehtëson një numër të lartë të problemeve. Mënyra më e mirë për t'i marrë të gjitha vlerat ushqyese nga hudhra është të ta konsumoni atë të pagatuar. Konsumi i hudhrës ul tensionin e lartë, kolesterolin, parandalon problemet kronike të zemrës, atakun kardiak, parandalon zhvillimin e ndryshëm të ftohjes, gripit, temperaturës e të tjera. Hudhra mund të kombinohet edhe me qepën, xhenxhefilin dhe shërben si një largues i toksinave dhe është e dobishme edhe për të forcuar sistemin imunitar. Hudhra duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja, të cilat do t'japin rezultate mjaft të mira në rritjen e vlerave të trupit. Hudhra, e cilësuar përveç se një aleat i shkëlqyer i kuzhinës, do të ofrojë receta të lashta ushqyese në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Receta me konsumin e hudhrës bashkë me mjaltin mund t'japin një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese, por nëse nuk e preferoni aromën e saj, atëherë mund ta konsumoni mjaltin si një zgjidhje të mirë ushqyese me veti të larta për shëndetin. Vlerat e mjaltit për shëndetin janë provuar shkencërisht dhe jo më kot, ai një jetësi. Ari i lëngshëm, prej mira vitesh mjalti ka qenë zgjidhje kryesore kundër inflamacioneve dhe shërimin e organizmit. Sipas të dhënave, një nga mënyrat më efektive dhe më të thjeshta për të shfrytëzuar të mirat e mjaltit është konsumi i tij përpara se të shkoni për të fjetur. Ekspertët e mjekësisë popullore rekomandojnë në një zëri ngrënien e një lugë çaji me mjalt përpara se të shtriheni për të fjetur. Mjalti mund ta tretë më lehtë dhe në kombinim me çajin e kamomilit ose me qumshtin e ngrohtë mund të ofrojë përmirësime më të mirë edhe të cilësisë së gjumit. Vlera shëndetësore të ngrënies së mjaltit përpara gjumit janë të larmishme. Ato do të ndihmojnë gjithashtu edhe për të rënë nga pesha. Nëse konsumohet në mbrëmje, mjalti ndihmon shumë në djegjen e yndyrnave dhe përmirëson edhe funksionet e mëlçisë. Duke pirë çajin me mjalt në vend të sheqerit, do të parandaloni shtimin e peshës dhe do të ulni nivelin e sheqerit dhe triglicerideve. Studimet konfirmojnë se ngrënia një lugë çaji me mjalt përpara gjumit do të frenojë urinë gjatë natës. Kësaj ju ndihmon të humbisni në peshë dhe teksa jeni në gjumë. Mjalti cilësohet gjithashtu si një zgjidhje ushqyese për gjumin cilësor. Mjalti përmirëson cilësinë e gjumit, mungesa e të cilit mund të shkaktojë shumë probleme shëndetësore siç janë tensioni i lartë i gjakut, diabeti tipi 2, artriti, ishemi, sëmundje të zemrës. Nëse konsumoni një lugë çaji mjalt përpara gjumit, ai do të rrisë lehtë nivelin e insulinës, të cilën ndihmojnë në çlirimin e hormonit triptofan. Mjalti ndihmon edhe në rritjen e serotoninës, hormon i humorit të mirë, kënaqësisë dhe gëzimit, si dhe melatoninës, hormoni i gjumit të mirë. Mjalti do të ulë gjithashtu edhe problemet e alergjive. Mjalti lufton alergji dhe forcon imunitetin. Këto aftësi atribuohen mjaltit të vërtetë dhe jo atij të pasterizuar. Mjafton një lugë çaji mjalt çdo natë për të shmangur alergjitë e shkaktuar nga poleni. Mjalti është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për rritjen e imunitetit.
Antioksidantët e mjaltit parandalojnë sëmundjet e zemrës dhe forcojnë imunitetin. Nëse pini një lugë çaji me mjalt në mbrëmje, do të jeni plot me energji dhe do të mbroheni nga frymënxjerrja dhe infeksionet. Një lugë me mjalt do ju ndihmojë kundër kollës dhe shëndetit të mirë të organizmit, ndaj edhe ekspertët këshillojnë gjithashtu konsumin e mjaltit. Mjalti është një nga ushqimet e lehta të cilat mund të ofrojnë shumë përfitime për mbrojtjen e organizmit edhe në forcën e psikikës, për të rritur vlerat e trupit dhe për të mbajtur larg gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Përveç kësaj, mjalti mund të përdoret edhe si agent pastrimi. Në mjekësinë popullore, mjalti ende sot është baza natyrale e trajtimit, por ka edhe shumë përfitime të tjera shëndetësore për të cilat flitet rrallë ose as pak. Ai lehtëson problemet me sinuset. Vetit antibakteriale dhe antiseptike që janë natyralisht të pranishme te mjalti pastrojnë infeksionet dhe reduktojnë inflamacionet e sinuseve. Mjalti gjithashtu qetëson fytyn, redukton kollitjen dhe forcon sistemin imunitar. Mjalti është një burim natyral i energjisë. Sheqeri natyral i papërpunuar që përmban mjalti shkon direkt në qarkullimin e gjakut dhe mund të sigurojë një shpërthim të shpejtë të energjisë. Stërvitja juaj në palestër do të preferojë më shumë nga kjo rritje e shpejtë e energjisë, veçanërisht nëse po bëni ushtrime të gjata të qëndrueshmërisë. Ai përmban gjithashtu edhe antioksidant. Sa më i errët jetë mjalti, aq më shumë antioksidant përmban ai. Përbërësi natyral që ndihmojnë në riprodhimin e qelizave të dëmtuara që mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe problemeve të tjera. Në doza të mjaftueshme ditore është 2 deri në 3 lugë çaji dhe nëse konsumohet edhe me fruta dhe perime të mjaftueshme, atëherë do t'jap edhe rezultate më të mira. Mjalti është një nga zgjidhjet më pozitive që mund të përfshihen në dietën tuaj. Sigurisht, konsumi i tij në mënyrë të vazhdueshme do t'jap rezultate mjaft të mira për organizmin. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë konsumin e mjaltit në dobi të shëndetit. Mjalti është një nga zgjidhjet pozitive të gjumit cilësor. Nëse doni të keni një gjumë cilësor dhe të mos vuani nga komplikacionet e tij, përfshiheni mjaltin në dietën tuaj. Duke kombinuar atë me produkte të ndryshme ushqyese dhe duke ofruar më shumë vlera për trupin, mjalti do të jetë një zgjidhje pozitive në rritjen e përfitimeve të shëndetit dhe gjithashtu në cilësinë më të mirë të gjumit. Ulëntimet e reja kanë treguar që mjalti mund të përmirësojë nivelet e sheqerit në trup dhe të kolesterolit. Megjithatë, disa lloje mund të jenë më të mira se sa të tjerat, citon It This Not That. Studiuesit nga Universiteti i Torontos, rezultatet e të cilave janë botuar në Nutrition Reviews vendosen të përcaktojnë nëse çfarë efekti ka mjalti në organizmin tuaj dhe ndikimi i tij në shëndetin tuaj kardiometabolik. Mjalti është cilësuar si një nga zgjidhjet pozitive më të mira shëndetësore, ndaj edhe ekspertët e rendisin atë si një nga produktet të cilat duhet të mbështetet edhe dieta juaj. Mjalti është një produkt i shëndetshëm që mund të konsumohet në mëngjeset tuaja të përditshme. Do të japë rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e trupit dhe gjithashtu do të ndikojë pozitivisht në rritjen e përfitimeve të shëndetit. Nëse doni që mjalti të jetë aleati juaj më i çmuar për mbrojtjen e organizmit, ai këshillohet që të bëhet pjesë e pandare dietave tuaja. Kështu, përfitimet dhe vlerat e larta shëndetësore që do të merrni nga konsumi i tij do ju bëjnë që të mos mendoheni 2 herë me konsumin e përgjithshëm. Përveç se është i shëndetshëm, është edhe i shijshëm. Një lugë me mjalt do të përmbajë vetëm 64 kalori, por nuk ka përmbajtje kolesteroli, yndyre dhe sodiumi. Mjalti do të ndikojë në procesin e paksimit të reaksioneve alergjike, pasi ka element të mirë të polenit. Ai është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për personat që vuajnë nga anemia. Qetëson kollitjen, prandaj preferohet më shumë në konsumin gjatë stinëve të ftohta, të ftohjes, të gripit dhe të tjera. Ndaj nëse doni që të preferoni më shumë në dietën tuaj, ai mund t'japë rezultate të shkëlqyera. Mjalti do ju ndihmojë që të keni një gjumë më cilësor. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.